Kosova po pret një moment të rëndësishëm. Po pret ditën kur në Hagë do merret verdikti nga dhomat e specializuara për themeluesit dhe drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tash 6 vite jemi munduar që përmes disa aktiviteteve të jemi pranë tyre, të ngrisim shqetësimin ton dhe kërkesën ton për gjykim të drejtë. Për këtë arsye, kemi vendosur që me 12 shtator, ditë shtunë, të organizojmë marshin për liri. Ky marsh synon të bashkojë qytetarët përtej dallimeve politike, gjeografike, kulturore, shoqërore, për të manifestuar në emër të popullit të Kosovës që lufta për liri dhe pavarësi ka qenë e drejtë dhe që historia jonë nuk mund të rishkruhet. Aktiviteti i parë fillon që nesër në ora 10 në Prishtinë, do të vendosim një LED countdown apo numërim mrapsht i cili do të numëroj kohën deri me 16 shtator nga ora 10 e mëngjesit kur pritet të kryhet edhe seanca e përmbylljes së procesit në Hagë. I njëjti aktivitet do të jetë i shtrirë në të gjitha komunat e Kosovës. Çdo orë që kalon do të na kujtoj të gjithëve se Kosova po pret. Do t'ju kujtoj edhe të tjerëve jashtë Kosovës. Po pret drejtësi, po pret dinjitet, po pret çlirimtarët të kthehen në shtëpinë e vet. I ftojmë të gjithë partitë politike shqiptare dhe liderët e 4 partive më të mëdha në vend, zotin Kurti, zotin Hamza, zotin Abdigjiku, zotin Gjinić, të bëhen pjesë e marshit për liri. Kjo ftesë u drejtohet të gjithëve pa përjashtim. I ftojmë këta të jenë të pranishëm dhe të kenë adresimin e tyre publik në marshin për liri. Jo për fushat, jo për të ngritur flamuj partijak, po për Kosovën, për lirin, për të ardhmen. Dhe fushata jonë nuk përfundon me 12 shtator. Me 16 shtator, kur vëmendja do të jetë e përqendruar në Hagë, Liria ka emër do të organizojë aktivitet edhe në Hagë, së bashku me diasporën shqiptare. Nga Kosova deri në Hagë mesazhi ynë do të jetë i njëjtë, Kosova po pret. Prandaj nga nesër në sheshin e Prishtinës fillon numërimi mbrapsht. Nga 16 shtatori Kosova më nuk do të jetë njësoj.